A janë femna xheloze për suksesin e njëra tjetrës? Unë mendoj Gjulio që ta njerëzit që s'janë mirë me veti janë xheloza për tjerët. S'ka rëndësi, femën mashkull. Fara, rëndësi nuk ka. I kam pa të dyja gjenit. Unë jetën time kam trajnu meshkuj e femna, bile ka pas raste kam pas në kompani vetëm meshkuj e 3 femna, kur njeriu jot miku jot, shoqja jote, punëtorët që ke afër, njerëz që bashkëpunojnë me ta, nuk janë mirë me veten e tyne, janë të parealizuar me veten e tyne dhe ti nuk rezonon me arritjen e tyne, por ti atyne ju pasqyron dështimin e tyne, në mënyrë automatike ka me i fillu zilia, ka me i fillu inadi. Mas harrojmë edhe diçka tjetër, na jena popull që jena mësu mos me komuniku, na vim nga 50 vjet munges fjalet, se na nuk tregojmë dot ç'a ndjejmë. Dhe duke mos tregu ç'a ndjen, në mënyrë automatike ti bëhesh xheloz, por ti nuk e thu, ku diun Gjulio, sa çeve kam që e bane këtë. Siç po mund të ma thush ti mua, jo dita, një filanin, unë tham jo, ti thon merre,